Kam qef ta bëj atë punë vetëm me pleq, falas, pa pagesë, për marrëdhënie intime. Unë quhem Erion, kam 34 vjeç, jetoj në Tiranë dhe punoj si infermier. Gjatë ditës punoj në një nga spitalet e qytetit, por natën bëj një punë tjetër, një punë për të cilin nuk kam folur kurrë më parë, as me miq më të ngushtë, jo sepse më vjen turp, por sepse e di që njerëzit nuk do ta kuptonin. Unë vizitoj të moshuar vetëm. Burra dhe gra që jetojnë vetëm, që familjet i kanë harruar, që bota i ka lënë pas dore, dhe unë u jap atë që mungon më shumë, prekjen njerëzore, ngrohtësinë, intimitetin, pa pagesë, falas. E di çfarë po mendoni? Ky është një pervers. Kjo është e pistë, por prisni të dëgjoni historinë time deri në fund, pastaj gjykoni. Gjithçka filloi 2 vjet më parë. Isha në spital, në turnin e natës kur sollon një plak rreth 80 vjeç. Ishte rënë në banesë e tij dhe kishte qëndruar atje për 3 ditë, pa ushqim, pa ujë, derisa një fqinje kishte dëgjuar duke thirrur për ndihmë. Kur u pastruan dhe e vendosën në shtrat, ai më kapi për dore. Syt i kishte të përlotur. Më fal, më tha. Më vjen turp që më gjetën kështu, por e di se çfarë më mungonte më shumë. Jo buka, jo ujë, por dikush që më prek, dikush që më mban dorën. Gruaja ime vdiq 15 vjet më parë, që atëherë askush nuk më ka prekur. Ai vdiq atë natë, por fjalët e tij më ngelen në kokë. Askush nuk më ka prekur për 15 vjet. Fillova të mendoj për të gjithë ata të moshuar që shiha çdo ditë. Disa kishin familje që i vinin rrallë, shumica nuk ishte njeri. Ata rinin në shtretrit e tyre, duke par tavanin, duke pritur vdekjen, por unë pash diçka tjetër në sytë e tyre, një etje, jo për ilaçe, jo për ushqim, por për prekje, për afërsi, për të qenë dikush pranë tyre. Një punë e pazakontë. Atëherë lindi ideja. Do të filloja të vizitoja në shtëpi. Jo si infermier, jo për të matur tensionin apo për të dhënë ilaçe, por thjesht për të qenë aty, për të biseduar, për t'i mbajtur për dore, por nëse ata donin më shumë, pse jo? Kush jam unë të gjykoj? Nëse një plak 80 vjeç që nuk ka prekur një trup tjetër për dekada kërkon ngrohtësi, kush jam unë t'ja mohoj? Por vendosa një rregull të hekurt, asnjë pagesë, asnjë lek. Kjo nuk do të ishte kur punë, kjo do të ishte dhuratë. Fillova ngadalë. Një plak që e njihja nga lagja, 82 vjeç, i jetonte vetëm në një bodrum në rrugën Myslimshyri. Fillimisht shkova si për kafe. Ulëm, biseduam. Më tregoi për rinin e tij, për gruan që kishte dashur, për fëmijët që jetonin në Itali dhe që vinin një herë në vit për vit të ri. Kur u ngrita për të ikur, më kapi për dore. Rri me mua, më tha, të lutem. Ula përsëri dhe pa dashje, koka ime ra mbi supin e tij. Ai filloi të qante si fëmijë, dhe unë e përqafova, e mbajta ashtu për minuta të tëra. Kur u largova, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer kurrë, një ngrohtësi një gjoks. Kisha dhënë diçka që nuk kushtonte asgjë, por që vlente më shumë se çdo pagesë. Pas disa javësh, vizita të tilla, ndodhi ajo që nuk e prisja. Zonja Liri, 79 vjeçe, ish mësuese, jetonte vetëm në një pallat, në një simpes. E kisha njohur rastësisht, duke ndihmuar të mbante çantën deri në katë të tretë. Nuk ishte ashensor. Ajo ngjitej me shkallë çdo ditë, me nyjat e dëmtuara duke u mbajtur për muri. Fillova ta vizitoja rregullisht. I blija bukë, i ndihmoja me pastrimin, i lexoja libra me zë. Ajo ishte grua e kulturuar, dinte frëngjisht, më tregonte për Tiranën e vjetër, për rinin e saj. Një mbrëmje, pasi lexova 2 kapituj nga Lumturia në Paris, e një autori francez, ajo më tha: "Erion, a mund të rish pak më shumë sonte?" Ishte vonë, por unë pranova. Ulëm në divanin e vjetër pranë dritares që shikova nga pallati gri. Ajo më mori dorën time dhe e vuri në faqen e saj. Ishte e ftohtë, por faqja e saj ishte ngrohtë. E di sa vjet ka që nuk më ka prekur një burr, më tha. 35 vjet, që kur vdiqim shoq. Kam 2 fëmijë, por ata më përqafojnë vetëm kur vinë për para. Nuk e ndjej më veten grua, ndjehem si një mobilje e vjetër që pret të hidhet. Lotët i rritnin nga syt. Unë i fshiva me gisht. Unë të shoh ty si grua, zonja Liri, i thash. Je më e bukur se shumë të reja që njoh, sepse ti ke shpirt. Ajo më pa në sy, dhe pastaj ngadalë u afrua dhe më puthi në buzë. Ishte një puthje lehtë, si prekja e një pende. Por brenda saj kishte 35 vjet vetmi, 35 vjet mall, 35 vjet dashuri të padhënë. Atë natë unë qëndrova me të. Nuk ishte thjesht seks, ishte diçka shumë e madhe. Ishte kthimi i dinjitetit. Kur unë e prekja atë, ajo nuk ishte më një plak e harruar, ishte përsëri liria,
Vajza 20 vjeçare që dikur kërcente në ballo, që dashuronte, që ëndërronte. Pas asaj nate ajo ndryshoi. Filloi të kujdesej më shumë për veten, të krente flokët, të vishej më mirë, fqinjet vënë re ndryshimin. Zonja Liri po lulzon përsëri, thoshin, po dhe unë buzëqesha me vete. Pastaj erdhi babndue, 85 vjeç, ish minator nga Bulqiza. Jetonte në një dhomë të vogël, në një bodrum në Laprak. Kishte humbur gruan 30 vjet më parë dhe që atëherë jetonte vetëm. Fëmijët, një djalë në Greqi që kishte harruar, një vajzë në Gjermani që i dërgonte para çdo muaj, por që nuk e kishte vizituar për 12 vjet. Babndue ishte i ashpër në fillim. Burr i vjetër, i rritur me kanun, nuk e kishte të lehtë të fliste për ndjenja, por unë nuk dorëzohesha. Shkoja çdo javë. I bia kafe, i ndihmoja me dru për dimër, i rregulloja çatin që pikonte. Një natë, ndërsa po i rregulloja një dritare, ai më tha: "Birr, pse e bën këtë? Pse vjen tek një plak si unë, shpret në këmbim?" "Asgjë babi," thash. "Vi sepse të kam qef, sepse je njeri i mirë." Ai heshti gjatë. Pastaj, për herë të parë, pash lot në sytë e tij. 30 vjet, tha. 30 vjet që nuk më ka thënë njeri që më ka qef. As familjet, as kush. Atë ditë unë e përqafova dhe ai, burri i ashpër i maleve, u drodhë si fëmijë. Muaj më vonë, ai më kërkoi diçka që nuk e prisja. Ishte një mbrëmje dimri, jashtë binte borë dhe ne ishim ulur pranë sobës me dru. Ai më pa në sy dhe tha: "Erion, unë e di që ti je njeri i mirë, prandaj po të kërkoj diçka që nuk ja kam kërkuar kur askujt. Më jep një natë të ndjehem përsëri burr, para se të vdes." Nuk fola për një kohë të gjatë. Shikoja zjarrin që digjej ngadalë, flakat që kërkonin si shpirtra të vegjël. Pastaj e pash atë, një burr 85 vjeç me duar të ashpra nga puna, me fytyrë të rrudhur nga vitet, por me sy që akoma shkëlqenin si një 20 vjeçari. "A e di se çfarë po më kërkon bab?" e pyeta but. "Po," tha ai, "dhe di që është e çuditshme, por unë nuk kam më kohë për të pritur. Nuk dua të vdes pa ndjerë përsëri ngrohtësinë e një trupi tjetër." Atë natë unë qëndrova me babndue. Nuk ishte lehtë, por kur e pash atë të qetësoj, të pushonte në krahët e mi si një fëmijë i lodhur, kuptova se kisha bërë gjën e duhur. Ai më tha të nesërmen: "Tani mund të vdesi qetë." Dikush më deshi në fund. "Pse e bëj falas?" Shumë njerëz më kanë pyetur. "Pse nuk merr para? Ata kanë pensione, mund të paguajnë." Dhe unë përgjigjem gjithmonë: "Nëse marr para, kjo bëhet punë. Nëse kjo bëhet punë, unë bëhem prostitut, dhe unë nuk jam prostitut. Unë jam njeri që dua t'ju kthej dinjitetin atyre që shoqëria i ka hedhur poshtë. Paraja do të vriste këtë marrëdhënie, sepse ajo që unë jap nuk mund të paguhet. Unë jap veten time, jap kohën time, jap preken time dhe në këmbim marr diçka që nuk blihet me lek. Mirënjohjen e pastër, lotët e gëzimit, buzëqeshjen e një plaku që mendonte se kishte harruar si të buzëqesh. Një natë që nuk do të harroj kurrë. Ishte një natë e ftohtë janari. Zonja Liri më kishte thirrur sepse nuk ndihej mirë. Kur shkova, e gjeta të shtrirë në shtrat, të zbeht, i mata tensionin, i dhash ilaçet. Pastaj u ula pranë saj dhe e mbajta për dore. "Erion," më tha me zë të ulët, "unë po iki, e ndjej." "Mos fol kështu," i thash, "do rish mirë." Ajo tundi kokën. "Jo, por dua të falenderoj. Ti më bëre të ndihem përsëri grua, më bëre të ndihem e dashur. Nëse kam bërë ndonjë të mirë në këtë jetë, ajo duhet të ketë qenë që të takova ty." Lotët më rritnin, e putha në ball. "A të kërkoj një të fundit?" më tha. "Çfarë të doj zemra? Më mbaj në krah, si atë natën e parë, derisa të fle." E mora në krah, atë trup të vogël e të brisht dhe e mbajta fort. Pas pak, frymarrja ju qetësua dhe pastaj ndaloi. Zonja Liri vdiq në krahët e mi atë natë, por fytyra e saj kishte një buzëqeshje që nuk e kisha parë kurrë më parë. Buzëqeshja e një gruaje që vdiq e dashur. Tani janë 2 vjet që e bëj këtë. Kam vizituar 10 të moshuar. Disa janë gjallë akoma, disa kanë ikur, por të gjithë pa përjashtim më kanë dhënë diçka që nuk e kisha më parë, kuptimin e vërtetë të njerëzimit. Unë nuk jam as shenjt, as mëkatar. Jam thjesht një njeri që zgjodhi të shoh bukurinë aty ku të tjerët shohin vetëm pleqëri dhe shëmti. Zgjodha të jap dashuri aty ku bota ka harruar se dashuria ekziston. Dhe po, ndonjëherë kjo përfshin edhe intimitet fizik. Por ai intimitet nuk ka të bëjë me epshin, ka të bëjë me prekjen, me afërsinë, me të qenit njeri për një njeri tjetër.
Kur shoh të rinj që shpenzojnë orë të tëra në palestra për të ndërtuar trupin, ose që shkojnë në klube nate për të kërkuar dashuri, një orshe, unë mendoj për të moshuarit e mi. Ata nuk kanë nevojë për muskuj, ata kanë nevojë për zemër, ata nuk kanë nevojë për nete egra, ata kanë nevojë për dikë që t'i mbajë për dore kur vjen fundi. Një mesazh për të rinjt. Nëse dëgjoni këtë histori dhe po mendoni se jam i çmendur, i pervers, ose thjesht një humbës, e kuptoj. Shoqëria na ka mësuar të gjykojmë pa kuptuar, por para se të më gjykoni, bëni një gjë. Shkoni në shtëpinë e një plaku të vetmuar, uluni pranë tij, dëgjoni historitë e tij, shikoni sytë e tij dhe pastaj pyesni veten, çfarë do të doja unë në vend të tij? Ndoshta atëherë do të kuptoni. Unë do të vazhdoj derisa të kem forcë, derisa të më duhen, sepse dikush duhet ta bëj këtë punë. Dhe nëse nuk e bëj unë, kush do ta bëj? Tani është ora 10 e natës. Duhet të shkoj te Xhaxha Qamili, 88 vjeç që jeton vetëm në një fshat afër Tiranës. I premtova se do t'i lexoja poezi sonte dhe pastaj, nëse do të ri me të deri në mëngjes. Jo për para, jo për famë, por sepse ai meriton të ndihet i dashur, sepse të gjithë e meritojmë, edhe në pleqëri, edhe në fund. Veçanërisht në fund.